Ne do flasim sot për dy gra brenda një trupi, për Emma Cohen dhe për Emma Savall. Dhe e ke takuar ti në fakt versionin më të mirë të Emmës? Në shkencën e hermetikës, unë po rikryojsha veten gjithkohon. Edhe ishte shumë e rëndësishme që unë të kisha kushiencën që ta ndajsha veten time kush unë jam me observatorin. Është dhimbja një vend i mirë për të ulur dhe për të menduar dhe për të krijuar për ty? Dhimbja më eksiton. Unë bëhem gati për dhimbjen. Unë e di ritmin tim. Që kështu kam krijimin, shpërthimin, gëzimin dhe fillon procesi i kurrjes. Mos ke kur frikë dhimbjen, sepse në momentin që të think që do të dhami kaq shumë, ekstazia fillon. Di që je një grua me përvoja shumë të forta shpirtërore, ke pasur disa burra në jetën tënde. Ke një që e veçon si dashurinë e madhe të jetës tënde? Do jetë babai i idealit. Pse nuk funksionoi historia me të? Krijom një biznes, ishim shumë të suksesshëm. I bëm pare, të blem shtëpi në fushë të golfit Miami, i bëm të gjitha dhe ai tha hajde tash ta blem barkën dhe ikim. Unë thash jo, nuk vi. Çfarë duhet në fakt një burr sipas optikës tënde të bëjë që gruaja të jetë në energjinë e vet më të mirë femërore? Sigurinë që një femër të hapet si lule. Sepse kur femra hapet, gjithë jeta kalon nëpërmjet femrës. Ke pasur frikë që Emma Savall po del jashtë kontrollit tënd tani dhe ka dikush tjetër timonin? Ky vit i fundit ka qenë shumë i vështirë. Gjigant. Edhe fillum. Himalajet. Po, thash zemra, do më japësh heart attack, i thash po vazhdove kështu. Edhe për herë të parë në jetën time isha në kafaz, se nuk e divorcohesha dot, se nuk e lejsha dot, se nuk i bëjsha dot gjë se ishte djali im. E fitoi lojën ai në fund? Pa diskutim. Ti thua ndërkohë veshja ime duhet patjetër që përveç se të ekzaltoj siluetën e gruas, ajo të jetë tërheqëse dhe e bukur, duhet ketë energji shëruese. Çdo koleksion ka qenë një simbol i evolimit tim personal, që më vonë e kuptova që ishte evolimi i çdo femre tjetër. I fundit ishte kur unë rash në errësirë, sepse djali më mori në errësirë. Nuk ka rëndësi sa punë ke bën, nuk ka rëndësi sa shumë sukses ke arrit, ti ke një errësi në vetës tate që nuk e ke taku akoma. Ke bërë shumë praktika spirituale, 26 herë vetëm ayahuasca. Çfarë versioni të vetes ke takuar? Unë tash kam një problem me gallganet. Kam një dhimbje nga 7 deri në 8, që është shumë e lartë, në mënyrë konstante. Edhe kur kam bërë ayahuasca e kam pyet, po pse kam këtë dhimbje? Unë dhe si ta shëroj? Kur unë shkoj me ayahuasca, unë futem një bote të jashtëzakonshme, edhe dhimbja më mban gjithkohën koshiente. Faleminderit dhe Zotit bekoft për njeriun e bukur që je. Jemi vetëm unë dhe ti këtu. Unë dhe ti në një bisedë intime, më të bukur se darka që kemi kaluar në Miami, më të bukur se darka që kaluam në Tiranë. Unë jam shumë e kënaqur që ti je këtu, sepse di që je një grua shumë speciale, shumë dimensionale, dhe më pëlqejnë shumë njerëzit, siç po thoya përpara se të vinim në këtë studio, të cilët brenda një jete jetojnë shumë jetë. Dhe ne do flasim sot për dy gra brenda një trupi, brenda një personi, për Emma Cohen dhe për Emma Savall. Janë të dyja dy gra shumë interesante që nuk e di nëse ndonjëherë hyn në konflikt me njëra tjetrën, ëh? Mirë se ke ardhur, Emma. Faleminderit shumë. Si mendon, çfarë ka Briciapo që nuk e ka asnjë shenjë tjetër? S'kam bërë asnjëherë një monolog nga një Briciapo se një monolog për Briciapot, po në fakt kam një kështu Capricorn profile që e ndjek gjithmonë dhe thuan gjëra shumë interesante për ne. Jemi shenjë e mirë shumë. Shumë e mirë. Kështu çdo shenjë kështu thot për veten e vet në fakt, por jo, Briciapot janë të jashtëzakonshëm me metabolizu dhimbjen. Edhe e transformojnë në bukuri, në dashuri, që kështu neve jemi si vacuum cleaner i gjithë humanitetit, që e marrim dhimbjen e metabolizojmë për të gjithë, edhe ja japin në mënyrë që ato mund ta konsumojnë me më pak frikë, edhe që jemi shumë të rëndësishëm. Është dhimbja një vend i mirë për të ulur dhe për të menduar dhe për të krijuar për ty? Se unë për shembull kam një diskutim shumë të fortë me një nga vajzat e stafit të këtij podcasti, unë i them dua një jetë pa dhimbje, unë nuk e dua dhimbjen. Nuk dua të ndjej dhimbje, madje edhe kur të shuam të doja të ikja pa dhimbje. Doja të ma ishte Zoti vetë dijen që po hikja një herë, mos e kuptoja fare që po hika. Ka njerëz që duan të jenë koshient në atë moment. Unë nuk dua të ndjej dhimbje, mirë, por ka njerëz që nga dhimbja krijojnë për shembull. Nuk e di nëse është si unë, ja, po. Është karburant për energjinë të krijuar. Jo vetëm karburant, dhimbja, kjo nuk është diçka që unë kam pasur përpara, por me evolimin tim shpirtëror, dhimbja më eksiton.
sepse di që mbas kjo dhimbje, më duket dhimbja si player, si gjë me shumë intensitet që unë mund ta konsumoj dhe të krijoj diçka të jashtëzakonshme, se dhimbja është potencial krijimi. Edhe e kam zbulu dhe kur vjen bring it on. E di që do vi, do kaloj, edhe eksitohen personi që unë do bëhem bashkë dhimbjes. Dhimbja është një mësues shumë i madh në këtë rast, por në të njëjtën kohë dua t'i vë një emër, ta emërtoj pak, është dhimbja e një zhgënjimi në dashuri, është dhimbja e një mos suksesi, është dhimbja humbjes së njeriu që ikën për gjithmonë botën tjetër me një bilet një drejtimshëm, të skthehet më në jetën tonë? Po, pa diskutim. Si janë dhimbje me shije të ndryshme të gjitha këto. Kur ti nuk merr atë që dëshiron, dhe diçka tjetër të ndodh, ti e merr atë si dhimbje. Ose kur humb diçka që e dëshiron, që e dashuron, që ajo është procesi i dhimbjes, po më po thosha që unë e shoh dhimbjen në mënyrë energjetike. Edhe në mënyrë energjetike gëzimi është si lulëzim, si shpërthim, edhe mbaron gëzimi dhe ti vjen se jemi si Taurus, edhe dhimbja fillon kur hyn procesit prap. Edhe ajo energjia jon lëviz në drejtim, si Taurus, lëviz, kështu e shohun energjinë. Që kështu unë, kur jam gati me kriju një koleksion, unë bëhem gati për dhimbjen. Unë e di ritmin tim. Që kështu kam krijimin, shpërthimin, gëzimin dhe fillon procesi i kurrjes, kur energjia po hyn prap brenda. Që e ndjej po më vjen dhimbja tashti, që e kontrolloj. Edhe këtë dhimbje do ta transformoj në një krijim të ri që nuk ka ekzistuar përpara. Ex nihilo. Që kur s'ka ekzistuar përpara, që unë kam nevojë me të vërtetë që të më dhambi, që të krijoj diçka që nuk ka ekzistuar përpara. Që kështu ai momenti i dhimbjes, që unë e di që do kaloj, edhe nuk ka rëndësi sa i fuqishëm është, më e fuqishme dhimbja, më i bukur krijimi, edhe që biles në qofë se mund të ndaj këtë me humanitetin, është mos ke kur frikë dhimbjen, se për momentin që të think që do të dhami kaq shumë, ekstazia fillon. Ke ndihmu shumë njerëz, se njerëzit shpeshherë që nuk janë artistë dhe nuk e kanë këtë ndjeshmëri, edhe këtë këndvështrim për dhimbjen, ata krusën, ata rëzohen, ata shkojnë në depresion, ata prekin pikën më të ulët të frekuencës energjetike dhe nuk ringrihen dot. Dhe ne Capricornët nuk e di nëse ka shenjat të tjera të zodiakut, ndonjëherë jemi dhe të gjykueshëm, si njerëz si përfaqësor që e kthejnë faqen me njëherë, ju dukemi kështu gati shumë të lehtë. Duke qarë ishte dje e duke shkëlqyer dolin sken. Si ka mundësi, ka diçka fake këtu në mes, në për të, që është e pabesueshme. Është e vështirë për njerëzit kjo, se njerëzit deprimohen, nuk e kanë këtë forcë. Si ti ndihmojmë? Po unë mendoj që Capricorni çka ka sekret është që kur diçka që nuk e pret vjen, që dhimbjet vjen, ti momenti i parë është kurrje, është nxemje, ajo është momenti i parë është kur Capricorni reagon. Pastaj bëhet kurioz. Eksakt. Pastaj bëhet, okay, edhe e katërta është ha. Edhe ky është ajo më rrezikshmja, ki kujdes. Ema Koja, iku me mbiemrin Koja dhe u kthye tek vetja e saj e re si Ema Savall, shumë bukur është Savall. Ky mbiemër ç'do të thotë? Ishte mami, babi dhe vllai. Sepse unë ishe më e reja në familjen time dhe po vjen nga një familje shumë e suksesshme. Babi ka rrit kulmin e karrierës atij, ishte shumë, babi është heroi i popullit, ka çdo titull që ekziston në Shqipëri, shumë i dashur nga gjithë njerëzit, e kanë dashur njerëzit shumë babin. Mami ishte fantastike, jashtëzakonshme, shumë e bukur, me një humor të jashtëzakonshëm, vllajin shumë të suksesshëm, që mendova, po ti lidh të tre, edhe ta bëj pjesën time dhe jem pa sukses me sa ato. Që kjo ishte ideja e fillimit. Pastaj ishte që nuk pata guximin të filloj një brand me Ema Koja. Nuk mendova që ishte mjaft. Që kisha një nevojë për një alter ego. Që kështu alter ego ishte familja ime që e kishte arrit suksesin. Edhe ajo më qetësoi. Edhe mendoj që tingulli i emrit më përket mua. Sa bukur. Ka një muzikë aty që flet me ty, Në psikologji flitet për termin self-authority, autoriteti i vetes, ai që ne krijojmë gjatë jetës pavarësisht rrënjve nga kemi ardhur, origjinës, familjes, përvojave të ndryshme sociale, njerëzve që takojmë, është një gjë që ka lidhje me veten tonë, është kjo alter ego që themi, që ne duam ta takojmë dhe që ti e takove duke ndërtuar Ema Savall. Si bashkëtojnë dy emat? Flasin për një Ema të vjetër dhe një Ema të re?
një identitet që u rikrijua nga ti sepse duhet të mbijetoje në Miami atje ku ke ndërtuar jetën prej sa vitesh Ema? 30. 30 vitesh? Këtë vit është viti 30. Dhe e ke takuar ti në fakt versionin më të mirë të Emës, të vetes tënde? Jam gjithmonë duke taku. Po, pyetje shumë e bukur, faleminderit se po më bë seancë psikologjie. Po që është shumë e vërtet sepse unë isha në rritje, po që isha atlete me Dinamon, me Nacionalen, babi ishte treneri kombëtare, që unë visha një familje sporti. Edhe për mu me kërcy nga sporti në mod, kur nuk ishte kur ëndra ime, ishte unë duke u rilasu krejtësisht në atë kohë për studiosha hermetikën. Isha 21 vjeç fillova hermetikën, unë dhe vllai. Gjetëm një libër se si ndodhi që kështu përlexoshim shkencat e magjisë. Shumë herët. Shkencat e magjisë. Ja, shkencat e hermetikës. Sa bukur? Po, edhe kishim librin të dy, bëshim ushtrime për orë ushtroheshim të dy. Që kështu neve erdhëm nga Shqipëria me shumë dëshirë për shpirtëri. Po na kishte edhe kur i studium pak religionet, nuk fet, nuk na e mbushën shpirtin. Që kështu ju futëm hermetikës që të dy. Që kështu në shkencën e hermetikës unë po e rikrijojsha veten gjithkohon. Edhe ishte shumë e rëndësishme që unë të kisha koshiencën që ta ndajsha veten time kush unë jam me observatorin, dëshmitarin. Edhe ajo më ndihmoi jashtë gjatë gjithë jetës time, se unë e lash sportin sepse e arrita maksimumin. Ja, ashtu si thash djalit tim, e arrita maksimumin. Next. Edhe unë kam pas guxim, kjo ka qenë gjëra më e rëndësishme në jetën time. Kam pas guxim me lënë diçka të mirë me kërcy për diçka që nuk e disha që do ishte fare. Është e vërtet që gjërat më të bukura në jetë janë të paparashikueshme dhe i come unexpectedly? Pa diskutim edhe di pse, të ta shpjegoj, sepse nëse e parashikon, e ke bërë përpara. Që kështu kur nuk e parashikon, Zoti favorizon kurajozët. Që kështu unë kërcej, ku do bi, shpresoj që t'jetë e bukur, po unë do hidhem, do rjem në ajër, edhe e di pa diskutim që aty ku do bi do jetë më mirë nga që kam kërcy. Nuk e diskutoj fare. Do të pyes pak tani për dashuritë. E di që je një grua me përvoja shumë të forta shpirtërore, ke pasur disa burra në jetën tënde. Nuk e di nëse në këto histori dhe takime me shpirtrat e këtyre burrave, këta njerëz që ke dashur, të kanë dashur, ke një që e veçon si dashurinë e madhe të jetës tënde? Do jetë babai i djalit. Babai i djalit. Po. Pse nuk funksionoi historia me të? Funksionoi, shkëlqyshëm. Mbylli një cikël, thjesht mbylli një cikël? Dhe ti bëre the next jump? Më pëlqen këtë jumpi që thua, që kërceva një... Pata mundësinë që të shkojsha në drejtimin që thot që mendova që ishte drejtimi, edhe mendova më shumë për djalin se për veten time, që djalit kishte potencialin e plot të rritjes, unë do risha në Miami, sepse ajo zgjidhja ishte kur ne u takum, ishim që të dy hippies, hajde të bëjmë sa parë dhe u thojmë gjithë botën me bark. Kjo ishte ideja. Edhe neve kryum një biznes, ishim shumë suksesshëm, i bëm pare, të blem shtëpi në fushë të golfit Miami, i bëm të gjitha, dhe i tha, hajde të ta blem barkën dhe hikim. Edhe i thash, jo, nuk vi. Do të jap djalit një jetë të plot. Edhe kjo ishte ndarja me shumë dashuri, me shumë qetësi, nuk është se nevozim. Ai ishte ëndra atit, dhe ëndra ime u bë që unë të bëj të jepsha djalit gjithë jetën time. Ai mbeti në oqean me barkën e tij? Për 14 vjet, po. 14 vjet. Po do ishte kufizuese për ty, dhe pse oqeani është i pakufishëm në fakt, jetoje thjesht në atë varkë dhe mos jetoje gjithë të përvojat që ke jetuar? Një dhash chansin, në shkum një Abaco Regata quhet, që shkon në gjithë Bahamas, si shull mishull, edhe e pash njerëzit që jetojshin në barkë, edhe dukeshin si drop out, njerëz që dëshin me jetu jetën e tyre, po unë mendova që kisha përgjegjësi për djalin, përgjegjësi për humanitetin, nuk e di, babin arriti kështu. Për çfarë arsye që sikur ne kishim ardhur të bëjshim diçka të rëndësishme në këtë botë. A mund të jetë një dashuri shumë e madhe dhe kur ajo nuk është dashuria e përjetshme ose dashuria e fundit, që themi neve? Po, pa diskutim. Unë jam një person që jap 100% në çdo gjë. Kështu që çdo dashuri që ke takuar besoj ka qenë një version i ri i vetes tënde që ke parë, dhe nuk e di nëse ka ende një version tjetër të Emës që deri tani s'e ke takuar dhe se ke reflektuar te këta burra që ke pasur në jetën tënde. Është një version i ti që mendon që është the best is yet to come, më e mira ime ende s'ka dalë në pa? Pa diskutim. E tha me kamerat ndezur apo me kamerat fikur këto kur unë të pyeta dhe tash e ke dhënë 100% që në tënde, më the, ja kam dhënë vetëm djalit? Dash ja kam thënë djalit. Vetëm djalit. Ja.
Kështu që me të vërtet ky burri që do të vinë, qofse do të ketë mundësinë 100% që do jetë me të shumë fat në këtë moment, është momenti. Pikërisht. Do të takojë njerëzit ndonjëherë në vend të duhur në kohën e duhur më, apo jo? Ndonjëherë ky është fataliteti, takojnë njerëzit e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur dhe megjithëse dashuria janë të mëdha dhe të bukura, ato nuk arrin që të ekzaltohen, të arrin atë the peak moment, momentin kulmor, apo jo? Shumë e vërtetë. Kështu që është shumë bukur që mbas gati 5 dekadash ta thuash të thuash prit se më e mira ende s'ka ndodhur Alketa, më pëlqen shumë ky optimizëm dhe ta uroj. Ne po manifestojmë tani? Po. Faleminderit. Faleminderit. Shiko, dashuria që ikën, shumë njerëz i lë bosh, i lënë në një vakum shpirtëror. Dashuritë shpeshherë kthehen dhe na ngatrojnë. Dashuria që vdes na jep dhimbje, por dashuria që mbetet edhe kur nuk mund të jetohet, ndoshta është më e rënda edhe duket si një dëshkim sepse s'ka një vend ku mund të prehet, e thën kjo në mënyrë metaforike. A ka një dashuri që ka mbetur në zemrën dhe në jetën tënde pa qenë fizikisht në jetën tënde, edhe pse s'po jetohet tani? Që të kthehem brapa me dikë është krejtësisht e pamendueshme. Se unë evoluohem kaq shpejt sa që po dashuria për të gjitha ato që kam kalu është gjithmonë aty. Jo vetëm dashuria, edhe personi im, qofse ti ke nevojë për mua, unë do jem për ty aty gjithë jetën. Jo vetëm dashuria, edhe miqësia, familjariteti, sepse unë kam kaluar relacione të gjata dhe shumë të bukura. Edhe çdo person ka brenda vetes ti personin që unë isha me ato, ndë nga që mu më pëlqen vetja shumë. Mire bën. E dashuroj veten time me gjithë secilin nga ato. Me gjithë secilin nga ato. Po beson tek miqësia midis një burri dhe një gruaje kur dikur me të ka qenë romanca, kur ka qenë patjetër dhe seksi, kur kanë qenë gëzime dhe shqetësime të një jete, mund të funksionojë, mund të mbetet një miqësi pas një dashurie? Kam miqësi shumë të mirë në distancë. Miqësi në distancë higjienike. Ja, nuk kam nevojë, trupi im, emocionet e mia nuk I duan ato afër. Çfarë ndodh me një njeri që ke fjetur, ke pasur pasion shumë të madh, romancë, të jashtëzakonshme, ke ndarë kaq shumë gjëra, takohesh në një moment dhe fizikisht nuk e dëshiron më. Si mendon? Çfarë është kputur kontrata energjetike aty? Çfarë ka ndodhur? Se dikur ti ke kaluar shumë mirë, egzaltuar, ke kaluar ne të bukura, ditë bukura dhe trupi nuk ta do, nuk ta kërkon më. Unë do ta bëj gjenerale për këtë, por nuk e di nëse është për të gjithë. Për mua, unë dashuroj me një person që ka në sytë e tij personin që unë po bëhem. Edhe një dashuri që ka mbaruar e ka kry funksionin e vet. Thonë që kur mbajmë shumë pesha, krahët tona rëndohen dhe ne nuk fluturojmë dot të lirë. Edhe diskutoja me një mikën time shumë të mençur përpara pak javësh, edhe po thoshim një gjë shumë bukur, një koncept që një grua e fuqishme, apo anasjelltas një burr I fuqishëm nuk duhet të jenë vinç për njëri tjetrin. Pra ti je këtu te kjo frekuenca energjetike, unë jam këtu, unë duhet patjetër sepse do dua shumë të tërheq ty që të ngre këtu. Jo, ai duhet bëj punën vetë që të vi këtu dhe duhet fluturojnë paralel. Njëri pak më lart, tjetri pak më lart, e kështu po duhet jemi me krah të lira, Nuk do të bëhemi gomonia shpëtimit për tjetrin, se nuk është ky misioni I jetë, apo jo. Dhe nuk I ndihmon. Po shumë gra ngatrohen në Shqipëri, edhe shumë burra ngatrojnë dhe marrin këtë rol. Në fakt është shumë e bukur kjo kur fluturojnë paralel në të njëjtin qell, Po. Ajo që kam zbuluar është që kur dy persona vinë afër, njëri është më I lartë në një gjë, tjetri është I lartë në një gjë, që kështu kur bashkohen ato harmonizohen dhe që të dy rriten. Edhe kjo rritja quhet dashuri, sepse rritja është dashuri. Në këtë botën tonë, çdo gjë brenda ka kodin rritu. Që kështu rritu. Kjo është rritu, nëse nuk të rrit të dhem. Dhimbja është që nuk I arrit. Ajo është dhimbja. Po bëj një produkt tani që e kam quajtur Grow. Beautiful. And Inspire. Është nën produkt Inspire dhe është një komunitet shumë interesant, njerëz që do t'i bashkojnë në një produkt të ri që do ta prezantoj pas podcastit. Fantastike. Pse mendon Ema se njerëzit rikthehen në jetën tonë? Rikthehen sepse ajo kujtesa e bukur I përjetimit një momenti ka qenë një vend I cili na tërheq në nostalgjinë e vet si magnet. Mendon se rikthehen tek ne njerëzit sepse e dinë që ne jemi gjithmonë krahapur me zemër të gjerë dhe përfitojnë nga kjo, na marrin for granted, si më thën, apo kthehen sepse dashuria nuk ka mbaruar, edhe është një nevojë për të furnizuar shpirtin me një gjë që nuk e gjejnë as sekundi tjetër? Ti si e shikon me pjekurinë disa dashurive të jetuara? Çdo person ka një frekuencë, edhe kur ti ke nevojë më ngrejt, nuk e ndjen veten mirë. Për shkak ndodh më shpesh herë që jo vetëm
relacione, po dhe shoqëria që më merr në telefon se ka nevojë më ndjej pak më mirë, edhe unë mbaj frekuencën shumë lart gjithkohon. Nuk e bëj me qëllim, unë kam lind ashtu. Si babi im që është gjithmonë i lumtur, janë e kënaqur me jetën gjithkohon. Që kështu kur më vin, unë e kuptoj që ka nevojë që unë t'i tërheq pak. Nuk po vin që unë të rri me ato, po vin që unë të rrisim frekuencën e tyre duke qenë me mu, edhe unë t'i jap një drejtim, se e bëj atë, është talenti im, kam marrë në këtë botë për atë. Çfarë do doje ti të kishte një burr që ti të mos mbroheshe prej tij? Wow. Shumë herë ne gratë mbrohemi prej burrave, se nga frika se mos i humbasim, edhe si jemi të lira, nuk jemi vetja jonë. Kjo është shumë e fuqishme. Unë mendoj që meshkujt në këtë botë kanë ardhur të mbrojnë femrën. Se femra është hyjnorja. Femra është që është lidhur me divinitetin. Dhe që një mashkull duhet ketë atë ndjenën që do me mbrojt femrën. Edhe kur një mashkull mbron femrën, femra mund të shkoj shumë nalt, edhe të sjellë gjëra fantastike. Për mendimin tim që thonë mbrapa një mashkulli të fuqishëm derish një femër dhe më e fuqishme, atë që du me thënë nuk është ashtu. Është mbrapa një mashkulli shumë të suksesshëm, ka një femër ku ky sukses nëpërmjet të cilës ai suksesi vjen. Që kur një mashkull e trajton femër shumë mirë, gjithë suksesi vjen atit, sikur abondanca vjen nëpërmjet femrës. Çfarë duhet në fakt një burr sipas optikës tënde të bëjë që gruaja të jetë në energjinë e vet më të mirë femërore? Energjetikisht ka një ushtrim të vogël këtu që duhet mësuar, nëse ka ca njerëz që nuk e dinë, nëse ka disa gra të pavetëdijshme që nuk e kuptojnë pse ju vjen diskomforti dhe pse nuk janë 100% natyrë. Dhe kjo varet patjetër nga një burr, nuk varet vetëm nga marrëdhënia që ne kemi me veten. Dhe çfarë duhet të di një burr sipas teje që nuk e di dhe nuk ja jep kësaj gruas? Sigurinë që ti nuk unë pyetjen e kisha për te sigurisë, në fakt. Ka diçka tjetër? Po sigurinë që mos shkojmë me një grup tjetër, që ti të fillosh garancinë emocionale, po. Ja, është emocionale, është shpirtërore, është trupore, është çdo gjë. Sigurinë që një femër të hapet si lule. Sepse kur femra hapet, gjithë jeta kalon nëpërmjet femrës, edhe ajo bukuri transmetohet mashkujt, transmetohet familjes, i transmetohet lagjes, qytetit, shtetit. Femra është the matrix, matris, thonë në spanjisht, është djepi i ekzistencës. Është shumë e fuqishme femra, por bëhet vetëm e fuqishme kur hapet. Edhe hapet vetëm nëse mashkulli e mbron. Tani kjo që do të them është pak banale, për mënyrën se si e shoh unë botën dhe dashurinë, dhe në botë kuptimin tim është një gjuk, kështu që në sistemin tim del kështu error, po në fakt ndodh sot që çiftet janë gjithkohës të tunduar nga informacioni madh që vjen në jetën online. Megjithëse ke një grua që dashuron në shtëpi, që t'i jep dashuri, t'i jep siguri, të shërben, të rrit fëmijët, të pret me zemrën hapur gjithmonë, ti ke paralelet e tua de facto ose paralelet e tua virtuale në sensi që bën like, i bën follow dhe se merr fare në konsiderat këtë personin që ke zgjedhur si bashkëudhëtarën tënde. Si e komenton ti këtë në atë botën e lirë, për shembull, që është një botë tundimesh të mëdha? A kanë ngelur në fakt disa binar moral të paprekshëm? A është kjo një gjuhë universale në çdo vend? Se Miami është adeu i shturjes? Po. Mundësia aty është, pa diskutim. Habitati pra është aty shumë ideal që të tundohet. Edhe burra shumë bukur në fakt. Edhe burra shumë të reqës. Tashti unë nuk jam shumë e zonja me të shpjegu se unë kur s'kam pas një mashkull që unë ta diskutojsha për një moment që nuk ishe besnik. Nuk jam e tërhequr nga meshkujt që nuk e kanë sigurinë në vete që të përkasin një gruaje. Që për mendimin tim këto meshkuj duhet rriten, edhe që ti përkasin kualitetit të gruas që unë jam. Që kështu nuk e kam këtë ndjenjë, nuk më ka ekzistuar kur në jetën time. Po më vjen mirë që ti edukon një djalë që është fare i ri, 24 vjeç dhe që është super besnik. 21 vjeç, shkoi, e mori në Miami, njëri më i bukur se tjetri, në mes të influence, nuk kanë si për asnjërin botë, janë duke ndërtuar jetën e tyre. Se kjo është konfidenca, kur ti ke marrë dashuri e siguri mjaft në jetën tate, nuk ke nevojë me pat se ti e di që çdo gjë që është e jotja është më e mira që ekziston, se beson veten tate.
E pra kemi dy gjëra këtu që dalin si përfundim shumë i shëndetshëm. Edukata që t'jep nëna edhe babai, modeli babait në familje. Në këtë rast ti e ke rritur djalin në pjesën më të madhe të viteve vetëm apo jo? Sa vjeç ka qenë djali kur babai vazhdoi jetën e tij në varg? 9 vjeç. 9 vjeç. Kështu që më shumë se gjysmën e jetës ai ka qenë pranë edukimit të nënës së tij dhe vlerave që ti i ke induktuar. Po nga ana tjetër besoj që është dhe një vendim që ai ka marrë, që për sa kohë do të jem me ty, jam me ty. Dhe është e çuditshme që ky djalë 25 vjeçar është më i pjekur se shumë 45 vjeçar apo 35 vjeçar të kohëve të sotëm, të cilëve u kërkohet pjekuri emocionale, po se kanë, nuk e di për çfarë arsye se kanë. A piqen ndonjëherë këta burra? Apo këta janë kështu fëmijë të përjetshëm edhe ka një gjë që është e pasgjidhur aty dhe s'do zgjidhet kurrë. Dhimbja të bën më pjek. Që kështu do piqen nëse këtë takojnë me një dhimbje të jashtëzakonshme. Edhe e kuptojnë që femra që këto meritojnë, sepse dhimbja do vi nga një femër, kupton, edhe prandaj dhimbja është bekodhimbjen. Bekodhimbjen. Në dhimbje kam stime shumë të rëndësishme. Bless the pain. Bless the pain. Një fëmijë lind nga trupi nënës, por nuk është pronë nënës gjatë jetës. Edhe e para gjë që ndodh është kur pritet ai kordoni umbilikal. Edhe neve fizikisht shkëputemi nga fëmia, po kur shpirtërisht prej tij. Ai dhe kur është i madh për neve është djali i vogël i nënës, vajza e vogël, ata janë fëmijët tanë gjithmonë. Po. Dhe është dashur ta bësh këtë cut the cord me djalin tënd për t'i dhënë atij lirin, sa i mjeku thot jepi liri, give him freedom, kur e pret atë kordonin. Po në fakt si ka qenë jeta jote me djalin? Sa e lidhur dhe posesive ke qenë ti? Protektive e di që ke qenë, po posesive, se nënat janë pak posesive ndonjëherë. Jo, nuk jam shumë posesive, sepse e kam parë gjithmonë veten që unë jam aty që ai të arrijë potencialin e plot. Dhe unë nuk jam shumë rëndësishme. Unë do isha që djali, ajo dëshira ime e madhe është që ai të jetë i suksesshëm dhe i lumtur. Unë nuk jam shumë rëndësishme. Ja, kështu e kam menduar, po që e kam pre atë ombelikën kor disa herë. Kishte nivele të ndryshme të prerjes. Edhe e kam lënë djalin, për shembull, e kam lënë djalin me shku në Kaliforni për 2 vjet kur ishte 14 vjeç. E ndava nga unë sepse e kuptova që nuk po e ndihmojsha djalin turiste. Edhe ja dhash vllajt. E kemi këmby fëmijët, se vllai ka qenë babai vetëm, që shpesh herë ai dhe kalamajt ka nevojë për nënë, ndonjëherë ka marrë fëmijët të 3. Edhe djali ka nevojë për babë, që kështu neve kemi rrit fëmijë të 3 djemt që kemi rrit bashk. Ai ka qenë divorcuar? I divorcuar. Prandaj ti ke qenë nëna 3 fëmijëve të tij, ai bëri sa bukur e pas keni bërë këtë këmbim shumë me veçantë, se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Smart. Vllai ma bëri djalin kampion nacional. Çunin tim e kam kampion nacional në beach volleyball të gjithë Amerikës, edhe të North Amerikës me Kanadan dhe Meksikën. Edhe unë i kam marrë djemtë e vllajt, i kam fut në botën e shpirtërisë, në botën me e kuptu botën në mënyrë energjetike, që është ekzistenca ime, që i kemi fëmijët jo vetëm shumë të bukur, i kemi edhe të ndriçuar. Djali studioi në Los Angeles dhe pastaj vendosi një moment dhe tha, mam, unë do të vi pranë teje dhe do vi të revolucionarizoj biznesin tënd. Dhe erdhi për të dhënë një dorë dhe zgjodhi midis jetës së tij dhe jetës me ty për të rritur biznesin tënd. Emën. Edhe tha, unë do ris këtë brandin sepse dua ta ris në mënyrën time. Ke pasur ndonjëherë frikë ose më dyshje nëse ai do të mund ta upgrade, ta përmirësonte atë që ti kishe ndërtuar më aq mund në kaq shumë vite? Përpara nuk e prisha që do ndodhte, sepse në mendjen time ai mori full scholarship, $75,000 në vit, nga beach volleyball. Dhe shkoj në Kaliforni, me siguri do takonte me gjithë të dashur, edhe kjo do ishte jeta, do merrte në telefon një herë në javë. Si çun shqiptar 3 herë në javë. Po që nuk mendoja që djali do shkonte, ndodhi dhe Covid, që nuk po lyshin volleyball sa i prishte, tamam do vi në shtëpi për 1 vit, edhe pastaj vitin që vjen shkojmë prapsh. Kjo ishte e para që ndodhi. Edhe kur erdhi nuk ishte pas kur i interesuar në biznesin tim, nuk i interesonte biznesi. Ishte biznes femrash. Kur erdhi në Miami, edhe filloj me kuptu biznesin, e kuptoj sa i fuqishëm biznesi im ishte, se unë jam e lidhur me gjithë elitën, jo vetëm në Miami, të botës nëpërmjet biznesit. Edhe jam e lidhur me organizata charity, si thënë, bërmirësie. Edhe isha lidhur me gjithë influencët, e kuptoj fuqinë e biznesit tim, që unë për çfarë arsye nuk e di pse,
nuk ja kisha ndar me djalin. Edhe kur u kthy, filloj se ishte Covid, edhe filloj me u fut në QuickBook me pa gjëra, më tham, your markup, ti bën shumë pare. Kjo është biznes i jashtëzakonshëm, se sa kisha studiuar në shkollë pak. Edhe po studionte marketing. Edhe unë kisha biznesin në për dyqane, nuk isha në online fare. Tha, unë ta marr biznesin online. Edhe unë e prezantova mi shokun tim që po e bonte këtë, që u bën mentori i djalit në atë kohë. Edhe djali ishte 19 vjeç. Edhe e futëm biznesin online, investum goxha, se ke nevojë me investu. Edhe fillum po, që thash zemra, do më japësh heart attack, i thash po vazhdove kështu, se ishte gjithë trial and error, nuk është se ishte një kompani tjetër luksi si e jona, me shtrimet tona online, nuk ekzistonte. Që kështu ne fillum pak me kostumet e banjos, se ishim Covid, ishim të mbyllur, po gjithë të bilionerët hym në përbarka, edhe po bëjshin festat e tyre, që unë një futa kaq shpejt kësaj, se ndryshe e kisha humbur biznesin, se dyqanin e mbyllëm, punishtin e kemi gjigante, ta mbash në Miami është shumë e kushtueshme pa punu. Edhe dyqani kishim Lincoln Road, që ishte dyqani molli më i kushtueshëm i gjithë botës, që unë ta mbyllësha këtë, ekzistojsha, isha e pamundur. Edhe që kështu filluam me kostume banjo. Edhe pak nga pak ju futëm një rrymë që nuk ekzistonte fare. Që kështu djali e mori biznesin sikur e mori nga zero. E ndërtoi të gjithë vetë. Që në një mënyrë që unë nuk e disha çfarë po bënte. Vetëm kisha aplikacionin Shopify, që ne do isha tititim që parat vishin. Edhe që kështu ka qenë fillimi kur djali e mori biznesin. Ke pasur frikë që Ema Saval po del jashtë kontrollit tënd tani dhe ka dikush tjetër timonin, apo ke pasur besim, bestoj e kontrollon nga pak si shqiptar që? Ky vit i fundit ka qenë shumë i vështirë. Ka qenë jashtë me djalin. Unë me djalin nuk kam zi kur, sepse ishim gjithkohë bashkë dhe dashuria ime për atë ishte pa kufi. Po që këtë vit ka qenë shumë i vështirë, gjigant, sepse ai do të ta çonte një drejtim që unë nuk mendojsha që ishte drejtimi duhur. Që ishte t'i priste gjithë dyqanet, që ishte biznesim, me ishte dyqaneve, edhe të ma merrte gjithë manufakturën, gjithë prodhimin online. Edhe unë kisha nevojë për këmbët në tokë. Po në qoftë se bim të paktën kemi ca dyqane që se nuk i dihet se të shtash. Kështu ishte biznesi. Edhe djali po e them. Më tha, dëgjoj, mos më thrit më bumi, mos më thrit më baby. Për ty unë jam Kate. Edhe ti nuk je mam më, ti je Ema. Përderisa ti të kuptosh kush unë me të vërtet jam, unë do të thras ty Ema. Edhe ishte shumë e vështirë, se unë kam lënë relacion, gjithë relacionit kam qenë unë që jam largu. Edhe për herë të parë në jetën time isha në kafaz, se nuk e divorcojsha dot, se nuk e lejsha dot, se nuk i bëjsha dot gjë se ishte djali im. E fitoi lojën ai në fund? Pa diskutim. E di çfarë bëra përpara djalit, i thash okay, i thash. Një të shku Shopify, delete. I thash, tash je vetëm, i thash, edhe unë jam këtu për çdo herë që ke nevojë, sepse do kesh shumë nevojë për mua, që të drejtoj, që të jap udhëzim, po vetëm kur ti të më kërkosh. Nuk do flas më. Po bilanci si foli në fund, the balance sheet? E dyfishoj biznesin. Duar trokitje. Fantastike. Kush disa krenari ndjen ti tani? Shumë krenari, e dyfishoj biznesin, po nuk dyfishoj paret që bëm. Sepse e ngriti cilëtetin e gjithë, më hoqi njerëz nga puna që unë nuk i lejsha të më hiqte, se isha mësume. Edhe mori agjenci që ishin shumë të kushtueshme, që unë nuk do kisha guximin. Por djali më tha kështu, mami, na ke sjell nga këtu deri këtu. Bravo. Nënë vetë me ndërtove një brand jashtëzakonshme, ke reputacionin më të mirë që ekziston në Miami. Bravo. Po tha, të gjitha i ke bën me një sakrificë të jashtëzakonshme. Kurse ti je në survival mode, edhe ky është komunizmi që ti ke brenda teje. Kurse aty ku po të shoj unë, është e kollajshme. Veshja në shumë kultura do të tregoj status, besime, sensualitetin ta egzaltoj. Ti thua ndërkohë veshja ime duhet patjetër që përveç se të egzaltoj siluetën e gruas, ajo të jetë tërheqëse dhe e bukur, duhet ketë energji shëruese.
Po. Ç'është kjo filozofi healing energy që duhet të mbartin krijimet e tua? Është diçka kjo që e kam arrit. Në fillim e bëra rrobat nga që isha atlete komode. Pastaj i bëra të bukura. Pastaj i bëra që i lanë me dorë, komode, që nuk e nevojë me kuros. Pastaj i bëra që jam dësha që të krijoja diçka që përmbledh çdo gjë që femra dëshiron. I bëra seksi, vura iluzione optike brenda që ta bëj trupin në formën më atraktive për mashkullin. Dhe e shtova dhe më në fund, në një moment jetës time, fillova të dizenjoja simbole, sepse e kuptova që po e bëjsha që nga fillimi, vetëm se kisha kuptu akoma. Dhe një gades tjetër, si puna jote, erdhi edhe më bëri të vetë dishme çfarë unë po bëjsha. Edhe ashtu e kuptova që simbolet, se këto forcat e errësirës na kontrollojnë gjithmonë nëpër simbole neve. E thash, po pse mos krijoj unë simbole drite që në të njëjtën mënyrë hermetike, kur ti ta shohësh fustanin, të t'japi ndjenjën e kurajos. Një fustan që t'jetë ndjenjën e transformimit, një fustan tjetër që t'jetë ndjenjën e realitetit kuantum, ose ndjenjën që ti do eksplorimit vetes tate, që kështu çdo koleksion, nga dita e parë, koleksioni i parë jetës time që quhet Flutur, që ishte transformimi im personal, çdo koleksion, të gjitha me emra shqiptar, se e kemi gjuhën e bekuar, çdo koleksion ka qenë një simbol i evolimit tim personal, që më vonë e kuptova që ishte evolimi i çdo femre tjetër. I fundit ishte i udhëhequr nga drita, apo jo? Jo. Perëndit greke? I fundit ishte kur unë rash në errësirë, sepse djali më mori në errësirë. Më mori në errësirë sepse më tha ti jeton në survival, e unë që kam bërë punë kaq gjigande shpirtërore, nuk mendova që unë isha në nivel kaq të ulët. Survival, më duke qikë si shumë bëllomi poshtë meje. Që kështu ishte, më dha mundësin me pa vetën time që nuk e perfekte. Nuk ka rëndësi sa punë ke bën, nuk ka rëndësi sa shumë sukses ke arrit, ti ke një errësi në vetës tate që nuk e ke taku akoma. Që kështu koleksioni ishte inspiruar nga Persephone, që është e bia e Dimitrit, që është the god of harvest, edhe kjo ishte shumë e bukur, shumë inocente, dhe hape toka në mitologji, dhe bjen në ferr. Dhe atje bëhet gruaja e Hades, që është djalli. Edhe kjo vendos ta fusi errësirën brenda vetes, duke hëngër farat e shegës. Edhe kur kjo u bë një dritë edhe errësin në një, edhe doli për jashtë si the goddess of e gjithë shkaje, kishte e plot, komplet. Edhe e mbylla me një vajzë shqiptare që quhet Tika, që u mbyll koleksioni, që ishte komplet, e gjitha e veshur në ar, që kjo është jo vetëm shumë e bukur, po në një moshë pak më të maturume që e mbylli koleksionin që ishte i arzakonshëm, po që ajo ishte, këto ishin kodet e fundit mia. Sfilata e fundit në Miami Swim Week. Shumë e bukur vërtet ajo sfilate. Bestseller keni kostumet e banjos tema apo fustanet? Ja, unë kostume e banjo nuk shes, vetëm njerëzve shumë special, se nuk bëjem pare me kostumet e banjos, që kështu neve shesim korset, me fustane, është vetëm sepse më ndihmoi që mos e humbsha biznesin kostumet e banjos, edhe unë u lidha me Miami Swim Week, edhe i ndihmova që të lançojshin këtë Miami Swim Week, edhe jemi të lidhur me një organizat bamirësie, që neve japim aty në çdo vit gati 75.000, ja dhuroj koleksionin që çdo sa bukur. Po, ja dhuroj edhe çdo vit krijoj In Goddesses We Trust, në hyjnoret ne besojmë. Edhe koleksioni ka një emër, për shembull Dragonari ishte koleksioni pa kalushëm, kur unë shkova në Skoci, edhe vizitova të gjitha ato vendet kur ishin djeg femrat për shtrigëri, sepse ndjesha që kisha nevojë ta tregoja atë historinë atyne. Je gati ta shesësh kompaninë nëse të ofrohet? Më është ofruar përpara Covid. Edhe e thirra djalin, edhe i thash, kjo është kompania jote, a do më shit? Na kishin ofruar 20 milion.
Edhe ishte një kompani braziliane, edhe nuk e disha që do bëjshin, sepse nuk ishin shumë interesuar me dizenjon. Edhe unë mendosha që do punojsha si dizenjator ndoshta për 3-4 vjet derisa ti ndërtojsha. Ato doshin me dhënë parë, cash, edhe doshin kompaninë. Edhe i thash djalit tha 20 milion, ta unë 20 milion i bëj për një vit. Edhe erdhi Covid, edhe i humbëm gjitha, i thash ku janë 20 milion më çun, ta kishim shit. Në vdishe qa. Po që unë jam shumë e kujdesshme me reputacionin. Tamam, me emrin e mirë, me brandin, reputacionin e brandit, me opinionin për brandin. Sepse vi nga një familje ku opinioni ishte shumë rëndësishëm. Babi ishte një figurë për shumë njerëz, edhe e kam bajt atë. Emrin e mirë. Kam jetu jetën time me shumë kujdes, që emri im të shkote një kompanie që ndoshta po bënin, po lajshin pare, ose po bëjshin diçka, nuk e mendova dot. Edhe djali erdhi tha 20 milion, që janë 20 milion, që janë plot. Po që mendova që Zoti foli. Kënaqesh kur vlerësohet ai krimi yt dhe cili është çmimi më i shtrenjtë në të cilin është shitur një fustan, një krimi juaj për shembull? Kënaqem që vlerësohet, urojsha që ta mësoj që të kënaqem edhe pak më tepër, sepse jam ai personi që e bëj diçka dhe kërcej ke tjetra, që duhet të ndaloj dhe ta aprecioj, ta vlerësoj. Kam shit, sidomos në vendet arabike, që dëshirojnë të dizenjojnë me mu, që kështu unë ulem, ato flasin, edhe unë dizenjoj historinë e këtyne në fustan, se atë bëj unë dizenjoj simbole. Jemi duke bërë ready to wear. Sa po kemi fillu? Se dali im insistoj. Edhe jemi duke prodhu në Honduras, gjysmën aty, se ne i pikturojmë që kështu, po që jam shumë e hapur të vi në vendin tim, edhe të bëj ready to wear, po që nuk kam gjetë akoma mundësin, po do ishte shumë bukur që të jap diçka mbrapa vendit tim. Do ta përfaqësoj klas Alketa Visiu e Masavall këtu. Të dua në showroomin tim të prezantoj se do ishte fantastike. Ti e meriton, po dhe unë e meritoj që ta kem një brand si ai që krijon ti. Më pëlqen shumë që të blej historinë më shumë se sa fustanin në vetvete. Ke bërë shumë praktika spirituale. 26 herë vetëm ayahuasca, që e di që është një sfidë e vështirë, që jo të gjithë janë të përgatitur fizikisht dhe mentalisht për ta përballuar. Por jo vetëm. Çfarë versioni të vetes ke takuar në atë quantum reality, le ta quajmë? Është ky një realitet i ri kuantik që ne takojmë kur e ndihmojmë vetëm me këto praktika spirituale? Po kur e fillova unë nuk ekzistonte termi fare. Unë fillova me Vipassana, që është 10 days silent, 10 ditë meditim në heshtje. Kjo ka qenë ajo praktika ime për gati 10 vjet. Edhe që ti futesh brenda vetes dhe gjen një botë brenda vetes që është shumë më ngjyra se sa kjo. Edhe kupton për herë të parë një tentate që ky projektimi që kemi këtu neve është i ëndër. Perceptimi që kemi për këtë botën që njohim. Kjo është ëndër dhe bota e vërtetë është brenda, ashtu si ka thënë Xhezuja, që bota e vërtetë është brenda teje. Që nëpërmjet meditimit unë arrita këtë. Edhe ayahuasca ishte the cheat code. Është që shkurton rrugën, që nuk i shko rreth e qark, po e shkurton. Për shumë 10 ditë meditimi në silencio, në heshtje është shumë i vështirë. Gjërat më të vështirë që kam bënë në jetën time. Mos flasësh fare 10 ditë? Mos flet fare, por nuk fshef asnjërin në sy. Ky është dënim e vdekje për mua për shembull. Unë që vetëm flaset, këtu e kam gjithë energjinë, tek qendra zërit. Ishte edhe për mua. Ishte gjëja më e vështirë që kam bënë në jetën time, dhe ditën e 3, të 4, gjysma e këtyre u largun. Nuk rishin dot. Edhe po unë me forcën e Capricornit e bëra, edhe ditën e 7 hyra unë. Edhe kur hyra nuk dëshëm e dalë më. Ishte një ndjenjë paqe dhe bukurie kaq e jashtëzakonshme, që u bëra dipendente që të arrisha këtë meditimin, po që ndërkohë isha nënë e vetme me një biznes të madh që kisha nevojë me udhëtu, që kështu desha, po si të harri unë këte? Edhe një natë në ëndër, unë tashi kisha një ëndër që u përsëriste, unë mbytesha në ëndër, nuk e di pse. Her pas herë unë mbytesha. Edhe në këtë ëndër po mbytesha, edhe diçka më shkund, edhe unë hap syt, edhe më thot, merr frym, breathe. Unë i them jo, në ujë. Edhe breathe, marr frym edhe nuk vdes.
mbushkrit me ujë dhe nuk vdes. Edhe e gjymoj, ishte një plak e vogël. E gjymoj këtë plakën në ujë mbrapa, thash kush je ti? Tha hajde më gjej, tha. Edhe unë, siç bëj çdo gjë në jetën time, u bëra shumë e vetëdijshme që një mesazh do më vinte. Kodet të vinë ty gjithmonë dhe ti transkriptoni zbërthen. Po, që jam shumë alert, shumë e kujdesshme. Edhe po, djalin e kisha në atë kohë 5 vjeç. Edhe isha duke bler National Geographic për fëmijë. Edhe po e gjejsha ku ishte. Që shkova në faqen National Geographic, edhe ishte një ayahuasca, një vajzë që ka eksperimentuar ayahuasca në Peru. Edhe lexova, bingo, kjo është gruaja. Edhe që kështu mora një asiguracion për jetën, që pagova $1,000 në vit, në muj, $10,000 në vit ishte, që në qoftë se vdisha, ai burri im që do shkonte me bark të kujdeste për djalin. Edhe shkova në Peru. Atje e ke bërë praktikën, a? Po, shkova në Peru, e bëra herën e parë, edhe ajo nuk erdhi fare, 0. Një kup që është çaj, 1 kup çaj, 2 kupa, 4 kupa, asnjë gjë. Edhe një njeri tjetër do kishte ikes, nuk më flet, nuk ndodh. Unë shkova prap, e bëra edhe një herë tjetër, edhe më erdhi. Edhe më erdhi dhe më konfrontoi në mënyrë imediate, se problemi im ishte ata lesha ti më shoj se do rriste fëmia, ç'a do bëjsha. Ti shkon gjithmonë me një pyetje kur bën këtë praktikë apo jo? Do zgjidhësh diçka, ke një mision pse shkon, ë? Dhe aty gjen një përgjigje, takohesh me një version të zgjidhjes që të zgjidh gjithmonë apo të ngatron ndonjëherë? Jo, gjithmonë më zgjidh. Të zgjidh. Gjithmonë. Edhe kur më vjen prap se më kërkon në një mënyrë që un kam një pyetje që nuk jam në gjendje të përgjigjem, se është shumë e madhe për mua. Edhe lidhem unë, më kërkon kjo ayahuasca është Pachamama. Është energjia e planetit tonë, që është si një grua shumë e vjetër që e ka lëkurën jeshile. Që kështu këto medicinal plant që vinë nga Amazona, që janë feja e popullatës atje, janë ashtu si që ishte vera për kristianët, që ishte gjaku i Jezus. Kështu është ayahuasca për brazilianët, ose për gjithë Perun, gjithë këto kur është Amazona. Edhe ti nuk bën 10 ditë meditim, ti merr ayahuascën. Nuk është e kollajshme, se njerëzit thonë, është drog. Po ti ishte drog, do kënaqesh. Nuk kënaqesh fare. Është një gjë shumë e vështirë që e bën, sepse është një çaj që krijon nauza, më kanë thënë, dhe ti bashkë nxjerr edhe ato që duhet ta nxjerrësh nga vetja dhe shef vizione aty. Ca kanë vizione, ca kanë fjalë, ca kanë ndjesi, gjithë secili ka mënyrën e vet. Për mua është sikur shoh film. Unë shoh film me ngjyra, me të gjitha, me çdo gjë brenda. Më ke thënë që gjatë gjithë rrugtimit shpirtëror dhe jetësor ke pasur 3 ballafaqime të vështira me veten tënde. Turpin, ndjesinë e fajit dhe vulnerabilitetin, brishtësinë tënde. Ke bërë punë për të i kaluar këto, për të sfiduar, për të ngritur, domethënë je shëruar, se është the guilt and the shame, ajo frekuenca ulët ku vibrojmë ne për shkak të frikës që kemi që bota të shojë një version tonin që ne e dimë në atë errësirën tonë, atë vetmin ton, por nuk duam t'ia tregojmë tjerëve, ose jemi shumë të brisht. Kemi ato anët e errta të hënës se s'duam na i shohin, se s'kemi qejf na i lexojnë lotët dhe dhimbjet, se duke ditur shumë ata mund të na lëndojnë dhe më shumë. Kur bëra koleksionin e fundit që ishte Persephone, që hyra në errësirë, shkova në atë errësirën, sepse unë kur krijoj jam në gjendje të egzaltume shpirtërore dhe e bëj për gati 3 javë, edhe gjithë rreth me, gjithë gratë që kam kujdesen që unë të arrin atë nivel. Edhe shkova unë të gjitha, e pash turpin, edhe kam kalu, nuk e kisha turpin, sepse e kisha dashuru. E kisha përqafuar, ajo është mënyra. Edhe e kisha përqafu turpin, e kisha përfaqësu ndjenjën e fajit, e kisha përqafu frikën, e kisha përqafu. Edhe më në fund, po ku është errësira ime, më duket sikur unë jam e ndriçuar, nuk kam errësirë. Edhe gjeta errësirën ke pride, ke krenaria. Edhe gjëja tjetër ishte mungesa e vulnerabilitetit. Unë nuk ankohem kur. Asnjëri nuk më shef kur që kam një problem, që nuk është fantastike për meshkujt e mi, sepse i bën ato të ndjej veten të parëndësishëm. Edhe prandaj kam kuptuar që kam tërheq një tip mashkulli
që nuk më mbronte, sepse si mund të mbrosh dikë që nuk ka nevojë të mbrohet. Unë tash kam një problem me gallganet. Edhe kam një dhimbje nga 7 deri në 8, që është shumë e lartë në mënyrë konstante. Edhe kur kam bërë ayahuasca e kam pyet, po pse e kam këtë dhimbje unë dhe si ta shëroj? Edhe refuzoj për momentin që të bëj operacionin. Dhe ajo më ka thënë që kjo dhimbje të mban ty në tokë, që ti je në gjendje nëpërmjet meje të vish në dimensione kaq të larta, dhe është e vërtet. Kur unë shkoj me ayahuasca, unë futem një tuneli, një bote të jashtëzakonshme, edhe dhimbja më mban gjithë kohën koshiente. Unë mendoj po mos ta kisha këtë dhimbje, unë do kisha hikë, nuk do ta gjejsha më trupin tim. Kur kthehesha. Që kështu unë kam arrit këtë nivel kaq të lartë shpirtërie, faleminderit dhimbjes time. Ke folur për dhimbje dhe për errësirën si askush tjetër në këtë podcast për hir të vërtetës. Ke folur shumë bukur. Më ke bërë dhe mua ta shoh në një këndvështrim tjetër dhe kush e disa njerëz të tjerë do ndriçohen nga kjo që the. Edhe një nyje tjetër në shpirtin e njerëzve. Po i vë emrin Capricorn, britësia psiune si ti. Giverët vjen një moment që lodhen vetëm duke dhënë, sado që janë shumë të lumtur sepse duke dhënë ne pasurohemi edhe nuk presim asgjë në kthim në fakt, në thelb filozofikisht. Por ka një moment kur ne duam të jemi të shkëmbyer, të këmbyer. Pra duam të jemi receiver, të marrim dhe ne diçka. Se duam që ajo lulja të lulëzojë gjithkohës, edhe ajo lulja ka nevojë për ujë, ka nevojë për ushqimin e vet, apo jo? Ti je më shumë giver, je më shumë receiver, apo je një giver që pret ti jesh? Një njëri që dhe merr atë që meriton. Qa pyetje fantastike, je ndriçuar. Ashtu thua? Ta diskutim. E di çam tha vllai sot? I thash vllait, ki kujdes se bën këtë, që i thash bësh the devil's advocate sometime, e nuk e nevojë me e bë. Je shumë edhe tha të ta them brafsh se ç'a bën ti gabim, i thash më thuj, gati jam. Ti tha je si lum që vetëm jep. Edhe thash ndalo. Edhe ai e tha dhe unë e ndjeva energjinë time. Ajo dera që ti jep është e njëjta derë që ti merr. Që kështu kur je duke dhën, dera është e zën, nuk mund të marrësh. Edhe vllai më tha ti je si lum që vetëm derdhet. Dhe s'le asgjë që të futet. Edhe nuk le asgjë që të lumi futet. Që unë gjatë gjithë jetës, jo vetëm që jam një giver, po kam një dëshirë, një kënaqësi, gati në nivel të jo të shëndetshëm që gëzohem me dhënë. Mendon që e ke marrë atë që meriton? Edhe pasi ke dhënë pa pritur asgjë në kthim dhe ke thënë në universin tim kjo do shumë fishohet? A ndodh vërtet kështu në fakt? Nuk kam marrë, pak me thënë drejtë, kam një problem të madh me marrë. Vllai ma bëri sot vërejtjen, edhe kur flisha me vllain e mendova që unë duhet jem si rreth zemra, që jep e merr, ai duhet jetë ritmi. Që kështu nuk është mirë, edhe gjëja e parë që mendova është që duhet krijoj një art që të bëj kodet e receiving, kodet e marrjes. Edhe mendova ç'a mund të jetë simbolizimi atyre. Edhe gjëja e parë që më erdhi në mendje ishte fushat e pambukut, nuk e di pse. Ua, sa bukur e vizualizova tani. Po, edhe e kam bërë këtë në Mississippi, edhe bëra pemën e jetës me pambuk, edhe kësaj nuk i dhash kur emër. Është i vetmi art që jo vetëm që nuk i dhash emër, që nuk e kam publicizu kur. Dhe më bë gati, dhe mendova, thash që unë e krijova, e fotografova, shkova deri në Mississippi, e bëra, edhe as e kam publikizu, as e kam shit kur. Edhe mendova, thash, vite përpara më ka ardhur, edhe nuk e kam publicizu. Që atë mendova sot me vllain. Ke njohur ti njerëz pa qëllim që rrojnë kot, nuk japin asgjë, janë thjesht butaforik. Ndonjëherë të shumë bukur nga jashtë, po brenda janë kallim misri bosh themi neve. Po, neve disi që neve këto persona NPC. Non-playing characters. Njerëz që s'kan asnjë roli, domethënë që s'kan asnjë rol në shfaqjen e madhe të jetës. Këto mbushin hapësirën, po nuk e di, atë kujtohet ke Matrix, që tha që ca njerëz nuk janë gati që të zgjohen. Edhe po i zgjove i vret, i dhem. Bravo. Që kështu, po problemi më i madh është që këto njerëz i përkasin Matrixit, që i përdor ashtu si që donë, që jo vetëm janë non-playing karakter, nga njëherë mund të të vrasin, të bëjnë keq pa dashur.
pa dashur, sepse errësira funksionon nëpërmjet këtyre. Të ka ndodhur ty zgjimi, awakening, apo po e pret që të ndodhë? Ja, jam fully awake. Fully awake. For a long time. Për i kohë shumë gjatë. E mban mend atë momentin kur ka ndodhur zgjimi, se ka një moment thonë jetë. Është një dhimbje shumë e fortë, është një përvojë e lumtur shumë e fortë, nuk e di, është një ngjarje që në fakt ndron gjithë rrjedhën e ngjarjeve të tjera. Po mendojsha kur jam zgjuar shumë herë. Në dimensione më të larta, që zgjimi ka ndodhur shumë herë. Tamam si ndodhi zgjimi i faktit që unë krenaria është errësira ime. Edhe ishte zgjim vete. Që kështu jam zgjuar shumë herë, po që zgjimi që do të thotë që the witness, dëshmitari. Zgjimi është kur ti del jashtë nga trupi, edhe kthehesh mrapsh edhe sheh veten tate dhe unë thu I am. Unë jam. Ky është zgjimi. Ti e kupton që ti je Zoti. Zoti je ti. Ti je duke e kriju çdo gjë që ti shef, për jashta je duke e kriju ti brenda vetes, edhe ka dhe një modalitet që quhet 7 pasqyrat esene, the 7 essene mirrors. Çfarë është kjo, të lutem, se kisha dëgjuar ndonjëherë? Nuk e di. Duhet pi një shishe verë dhe të ha një thes krip për gjithë jetën në vazhdim që të dëgjoj gjithë të gjëra kaq të bukura. Po, the 7 essene mirrors është që të tregon ty se si ti je kontrollon gjithë realitetin jashtë vetes. Edhe që është praktikisht pasqyra e parë është çdo gjë rreth e qark vetes që ti shef, atë pëlqen nuk pëlqen, e krijon ti brenda vetes. Kjo është e para. E dyta është çdo gjë që ti gjykon ke të tjerët, duhet ta rregullosh brenda vetes. E treta është kur ti bjen në dashuri, gjithçka që ti dashuron ka në vete diçka që ti ke humbur, ta kanë marrë edhe që ti e don mbrapsht. Pasqyra numër 4 është raporti që ti ke me nënën tënde, është raporti që ki ke me abondancën, me marrë energji nga jeta. 5 është që relacioni që ti ke me baban tënd, është relacioni që ti ke me Zotin. Dhe 6 nuk më kujto, ka i 6. Edhe 7 është që çdo gjë që është, që ti shef, është perfekte për nivelin që ti vibron, se po të kishe më nalt, do ta diqe the circuit. Circuit është da dishe qarkun magnetik, elektrik që ke brenda vetes. Wow, suggestionova. Sa gjë e bukur ishte kjo që the. Tani do ta shkruaj njerëzit këtë, unë do ta nxjerr në caption kur ta bëj prerjen, e do ta bëj me titra dhe do ta shikoj njerëzit replay shumë herë, se ishte shumë e bukur kjo. Do ta dërgoj. Asgjikundi se kisha dëgjuar. Po. Nuk e di se sa mira orë podcaste kam parë në këto vitet e fundit jetës time dhe sa sentencat më nënçura. Ky është dimensioni i 5 që thon ato, dimensioni i 5 që gjithë humaniteti shif këto gjërat e tmerrshi po ndodhin bota, që ti mendon që bota do bi fare. Bota nuk po bjen, bota po ndahet. Po këtu në Shqipëri si e shikon, po ndodh një gjë e mirë apo po ndodh një gjë e keqe në këtë moment? Arsyeja që unë jam këtu, Zoti si e ndodhi, është që të ndodhem kënd moment, se kështu është jeta ime. Unë tash si kryeministrin ton, e kam parë që kam qenë fëmijë, si lumte basketbol me të njëjtën klub që lushim neve, dhe e kam parë gjithmonë me krenari që ka prezantuar Shqipërinë. Ishte i gjatë, ishte poliglot, ishte artist, ishte sportist, kishte konfidencë, kishte sens humori, dhe e kam suportuar gjatë gjithë këtë kohë. E prezantoi Shqipërinë në një mënyrë fantastike në botë. Edhe që kam qenë shumë krenare gjatë gjithë kësaj kohe. Edhe po, në qoftë se këtë vit mu nuk më kishte ndodhur ajo që më ndodhi me djalin tim, do kisha qenë kështu di 100% në drejtimin e ministrit. Po që ajo që më ndodhi me djalin, që më tha mami, na ke sjell deri këtu. Edhe je fantastike, je jashtëzakonshme dhe do kemi nevojë për ty kaq shumë. Po që ti je në survival. Nuk duhet jetë kaq e vështirë, është shumë e kollajshme. Do duhet të drejtoj një ministri këtu në Shqipëri? Jo. Po unë mund të jem një udhëheqëse shpirtërore kur ka nevojë njerëzit. Ministria e Shpirtit dhe e Lumturisë. Po, pa diskutim politik është nuk. Më the një tjetër gjë me të cilën dua të mbyll intervistën.
në takimin që patëm para kësaj interviste, që ne duam njerëz të cilët na bëjnë të takojmë versione të vetes tonë që po i kërkojmë, të reflektohen diku tjetër më mirë ose qarta se. Cili version të vetes tënde pe të reflektuar tek unë? Wow, pyetje fantastike. E para është që ti ke arrit të lejosh botën të dashuroj. Kurse unë jam qef për një kohë shumë gjatë. Unë s'kam për shembull as në social media. Që ti e ke leju botën. E di kush jam, e di çfarë jam, love me. I love you në fakt. Edhe se ti jem qefur dhe pse unë kam 3 vite që të kërkoj, por të gjeta ama. Sepse unë gjithmonë për gjërat që dua, pikërisht nga disa sinjale që marr nga universi, shkoj dhe i kërkoj deri në fund botës derisa takoj atë energji, derisa e takoj. Ja, është vështirë me gjetë, më unë kështu që I love you dhe jam shumë e lumtur që të takoj. Love you right back. Do shihemi shumë shpejt në Miami. Sigurisht një nga intervistat më të bukura dhe më kuptimplota dhe më të thella që kam bërë në këtë podcast. Jam shumë e lumtur që ti je në jetën time dhe unë të kam njohur. Gjithashtu. Dhe di që do kemi momente shumë bukura bashkë. Faleminderit për pyetjet e jashtëzakonshme, sepse unë kur nuk do isha në gjendje të them sot çfarë thash, nëse ishte për cilësinë e pyetjeve që më ke bërë. Faleminderit dhe Zotit bekoft për njeriun e bukur që ja. Shumë faleminderit Ema. Faleminderit. Miami.